Pas një smundje të rënd, sot ndroi jetë nënmadhja Mihrie Berisha në moshën 78 vjeçare. Nënmadhja Mihrie ishte nëna e dëshmorit të kombit, profesor Xhamali Berisha, strallit të parë dhe idealistit të lirisë së Kosovës. Nëna Mihrie diti të edukoi bijtë e saj atëdhëtar që mbi të gjitha të duan atë dheun. Kur u të bëja sërbe, vrau profesorin Xhamali Berisha, biri tjetër Skënderi ishte burgosur për kazamatët sërbe, por ajo diti të mbaj dhe të jepte kurajo edhe shokëve dhe motivime dhe më shumë për luftën drejt lirisë atë dheut. Me këtë rast, pranvarit të nënmadhës foli veprimtari Bajram Kurti, i cili thase nën Miria që ditit na jepte kurajo, ditit na jepte udhën drejt lirisë dhe të na jepte udhën drejt bashkimit të Shqipërisë. Dhe shumë nëna Mihrie, ashtu si nëna Ajshe Gërvala, nëna Zahide e Adem Jasharit e Hamza Jasharit, nëna e Femi Ladrovcit e Gjeve Krasnicit Ladrovcit, nëna Fadil Bates e Nuhi Berishës, nëna Abes edhe gjithë nënat e herojve të Kosovës u bën një. Dhe sa herë na shkon të një nën dhe palosshim në tokën mën, nëna Mihrie në ngushëllonte. Edhe erdhi kjo ditë e lavdishme edhe nënës të paloset edhe të palosim në gjirin e tokës mën edhe të thomë nënës, tregoju nënave që shkuën para te, tregoju dhe këtyre nënave që i kanë dhënë bitë të tyret të lavdishëm, se në monumentin e lavdis je shkru me shkronja të arta ti dhe birit, me shkronja të pashlyshme, me shkronja gjaku. Varrimi i nën Miries sot u bën në varrezat e lagjës Arbana të Prizenit, e ku morën pjesë disa qindra ish luftëtarë lirie, përfaqësues zyrtar të Prizenit, Prishtinës dhe Kosovës dhe familjar të dëshmorëve si dhe qytetarë të shumt. Ata nderuan këtë nënmadhe sepse ajo rriti dhe edukoi një familje dhetare dhe një bir që i dha themel pavarësisë së Kosovës, profesorin e nderuar Xhamali Berisha.